në radhë parë duhet shohim një diçka, se ke fjalia juaj ndodhet pikërisht kjo problemi më i madh që pati sistemi elektoral. Që thot, në fakt gara nuk duhet të jetë mes njëri tjetrit. Gara duhet të jetë mes kundërshtarëve politik. Dhe ky lloj sistemi elektoral i fallsum, hibrid, që veni emri si doni, se tash në këtë moment nuk vjen, po vetëm sistemi elektoral nuk është, nuk e sjell fare diskutimin aty. Pra në vend që të ketë garë, idesh, programesh e tjera ndërmjet partish, në fakt, si ke Partia Socialiste, si të Partia Demokratike, me radhë transformu në një lloj gare të brendshme, dhe ky është perceptimi publik dhe kjo është fjalia që ju sapo më thatë, që do të thotë totalisht një sistem që duhet fshirë. Totalisht një sistem tjetër, sistem që prodhon një parlament dobët, sistem që sjell zëra dobët në parlament, sepse largon parlamentari nga qytetari dhe e vendos më afër dikujt tjetër. Unë vazhdoj jam mbështetës i fortë i demokracisë drejt për drejt, që do të thotë idealisht mentalitetin tim, unë jam për sistemi mazhoritar, atë që kemi pas 20 vit para, që të rinj tonë nuk e njohin dhe nuk e kanë idenë se si është, po ne që kemi një farmoshë më shumë e dim. Flisje, kontaktoje me të. Jo, po ishte përballje direkt ndërmjet forcave politike. Dakord, ajo ishte garë. Kjo nuk është një garë. Kjo është një, nuk e dim si quhet fiks, po një garë nuk mund ta quaj. Në të kundërt, patjetër do të keshim një sistem proporcional kombëtar, që vota që me kushtetut supozohet e barabartë për çdo qytetar të Shqipërisë, kudo ku ndodhet, të jetë me të vërtetë e barabartë, nuk na ndodh kështu. Sepse në disa qarqe del me më pak, disa qarqe me më shumë, që do të thotë disa vende pas ka më tepër pesh vota, disa vende më pak. Dhe në fund fare ditës del kjo situata këtu ku krijohet kjo lista hapë se mbyll jo këto herë se tjerë. Këtu e them këto maestrot. Futem punë këto maestrot, që të mos ketë mundësi një parti që të shifet nga përqindja që merr, po se shif se i ketë shpërndara jo mirë e tjera. Edhe si rrjedhoj nuk prodhon, ti do prodhosh një deputet edhe pse ke 10.000 vota për shembull, se një parti tjetër ajo prodhon 3. Dikush tjetër prodhon 3 fishe. Dakor, pra futen këto maestrot në lojë dhe krijojnë këto sisteme të fallësuara. Rezultati kush vjen? Na vjen që do kemi zëra gjithmonë më të dobët në parlament. Pra ne mbajmë mend parlamentet që vishin nga mazhoritari, parlamentet forta, parlamentet që merrnin vendime të mëdha, që garantonin pavarësinë e institucioneve, garantonin atë sovranitetin e kushtetutës e me radhë. Pastaj vim ke këto parlamente këtu, që sjell gjykata kushtetuese një vendim, dhe çohet grupi parlamentar, thotë, po ne jemi dakord se ka thënë kryetari që s'duhet ta votoni, dhe hedh poshtë kushtetutën. Vendimin kushtetues e hedh parlamenti. Kupton çfarë parlamente kemi kthy neve? Tani, kjo është problemi i madh që ne duhet të shohim dhe këtë vizion ne duhet kemi afatgjat, jo thjesht se maj fillon, maj mbaron. Dielli vazhdon, lind dhe perëndon, nuk është ky problemi. Problemi është ku jemi duke shku ne. Dhe përgjigjen na japin njerëzit. Si na japin njerëzit? Duke votuar gjithmonë më pak. Vit mbas viti, zgjedhje mbas zgjedhje, votuesit janë gjithmonë më pak. Pse? Se shohin që nuk është më e rëndësishme. Sepse shohin që lidhja mes tyre dhe deputetit nuk ka më deputet zona. Ndërkohë që po të shkoni të pyesni njerëz, ato sot e kësaj dite, 20 vjet mbrapa, vazhdojnë pyet kush është deputeti i zonës. Ata e duan mazhoritarin.